Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti Special ka lëshuar urdhër arrest ndaj terroristit Milan Radojčić dhe 19 serbëve të tjerë të dyshuar për krime lufte kundër popullsisë civile shqiptare në Gjakov gjatë viteve 1998-1999. Afrim Caka thot se Milan Radojčić me paramilitar tjerë serbo-malazez në maj të vitit 1999 në Gjakov kishin keq trajtuar e vrarë me dhjetrat civil shqiptar. Unë mendoj që çdo vrasje në Gjakov, qoftë individuale edhe në shumicë, është shumë krim, domethënë, edhe ka pas shumë krime tjera që ka qenë të mëshme, duke filluar nga 24 marsi që u dogjën mbi 4000 shtëpi, edhe që u vranë shumë fëmijë, domethënë në Gjakov. Prandaj të gjithë ishin kriminalë serial, të cilin gjatë gjithë luftës emrat e tyre i kemi ndesh në gjatë luftës në Gjakov. Do të thonë të janë kriminala serial, do të thonë kriminala që kanë plaçki, dje, kanë vrarë, kanë dhënu edhe kanë mbastizë, do thotë. Dhe më thonë një fjalë, Gjakova ishte toka djegur. Sipas Afrim Cakës, aktakuza dhe dëshmit për Radojčićin dhe serbët që kanë bërë krime në Gjakov janë dhënë prej kohësh, por asnjëherë shteti i Kosovës nuk kishte ngritur aktakuzë deri më sot. Rastin e Radojčićit e kam paraqitur para 17 vjetë, 16-17 vjetë. Në kryeministri që ai të arrestuar për vrasjen e 56 vetëve. E them edhe herë për vrasjen e 56 vetëve që në rrugën tonë, do thotë në rrugën Bramësurën dhe rrugën Qavrati, 10 majnorë të parë të mëngjesit. Do të thotë ka edhe tjerë aty që ishin mesin e Radojčićit që kanë marrë pjesë në krime me 7 maj dhe pjesa dërmuese aty në kriminalëve serbo-malazez, të cilë krime më të mëdha kanë bërë malazez, ta duam i ditë gjithë. Edhe Radojčići ishte malazez. Urdhër arresti është lëshuar me datën 15 prill 2025 pas kërkesës së prokurorisë speciale të datës 27 mars 2025. Kjo aktakuzë e ngarkon Milan Radojčićin dhe paramilitarët serb se përveç vrasjeve, ata me 1998-1999 kanë plaçkitur dhe keq trajtuar dhe 100 civil shqiptar nga Gjakova.